Asim Voshi u betua sot para presidentit të Republikës si antar i 8 i gjykatës kushtetuese. Asim Voshi u zgjodh në kushtetuese nga antarët e gjykatës së lartë në datën 30 shtator, e mandati i tij do të jetë 9 vjeçar. Voshi zvendëson në detyrë kryetaren e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, mandati së cilës përfundoi në 10 marsin e këtij viti. Pas ceremonisë në presidencë, Asim Voshi mbriti në gjykatën kushtetuese duke nisur zyrtarisht detyrën. Kushtetutës me përpikmëri. Për herë të fundit shkallët e gjykatës i ngjiti edhe ish-kryetaria Holta Zaçaj. Në përfundim të mandatit, Zaçaj në njoftim për media theksoi se gjatë 3 viteve që ajo mbajti postin e kryetares, gjykata kushtetuese u përball me vendimarrje me një rëndësi të veçantë, të cilat dëshmuan rolin e saj të pazvendësueshëm si garante e kushtetutës. Por në dyert e gjykatës kushtetuese tashmë kanë mbritur çështje të reja, të cilat janë shoqëruar me debate të forta në publik. Të gjithë politikanët kryesorë në vend do të përballen me 8 antarë të kushtetueses në javët e ardhshme. Kryeministri Edi Rama kërkon nga gjykata kushtetuese heqjen e masës së pezullimit për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon heqjen e masës së sigurisë të vendosur ndaj tij nga SPAKU. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta kërkon nga kjo gjykatë lirimin nga burgu e për të njëjtën çështje në kushtetuese ka shkuar edhe ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj.